Unë besoj në Republikë Demokratike dhe parlamentare të Kosovës, në të cilën qeveria varet nga kuvendi e jo anasjelltas. Nuk duhet të ndërtojmë me narrativa të gabueshme, jo demokratike, varësinë e kuvendit nga qeveria. Ta shohim njëherë qeverinë, mandej formojmë komisionet parlamentare. Jo, kuvendi duhet ta dëshmojë pavarësinë dhe dimensionin sovran të vet, si shtëpi e përfaqësuesve të popullit. Ata nuk do të duhet varen nga ajo se kush është ministri i arshëm që ta përcaktojnë më pastaj përbërjen dhe udhëheqjen e komisionit parlamentar. Ne qeveria varemi nga kuvendi, jo kuvendi nga qeveria. Paradoksalisht, ata po vinë në një kurth të ngritur prej vet atyre në të cilën e përmbysin raportin qeveri-kuvend. Në vend se qeveria të varet nga kuvendi, po ndodh e kundërta. Ne jemi qeveri në detyrë, derisa të bëhet qeveria e re, e respektojmë në plotni dhe përpikri ligjin mbi qeverinë. Kaq mund të them, edhe sa i përket mbledhjeve e vendimeve që marrim këtu, po njëkohësisht edhe sa i përket sjelljes dhe veprimeve tona në Kuvendin e Republikës më në fund të konstituuar.